Si bëhet niyeti i agjerimit të muajit të Ramazanit? Agjerimi është një prej adhurimeve dhe duhet të kryhet si zbatim i urdhrit të Allahut të madhruar, dhe ky është niyeti i agjerimit. I lejohet agjeruesit që çdo natë të muajit të Ramazanit të bëjë niyet për të agjeruar të nesërmen. Është më mirë për agjeruesin që natën e parë të muajit të Ramazanit të bëjë niyet për të agjeruar të gjithë muajin e Ramazanit. Nuk është i detyrueshëm shqiptimi i niyetit, por mjafton që të vendoset për të braktisur atë që e prish agjerimin gjatë gjithë ditës, nga imsaku e deri në largimin e të kuqes nga qielli pra në kohën e perëndimit, në përputhje me urdhrin e Allahut të madhruar.